E për shqiptarët, a kina diçka se tash edhe nxehtë, edhe gjak nxehtë shqiptari o problem, por? Jo, nuk ka problem gjak nxehtësia. Është problem frika. A me dojnë me klim qytetë, çka me bo? Ka mundësi edhe me klim, veç nuk jemi qash dobët, se kemi përballu situata shumë vështira, se në qysh është vapa që ashtu dhe të staftit, dhe kur moti nuk është i ligë, ne e thë moti keq. S'ka mot keq, ka mot i ligë, kemi probleme gjuhën shumë, sepse fjala është mërëtnesh. Është teoria fjales shumë e bukur, se unë mas pari jem shkrimtar, ose jam shërus. Fjala e ka teorinë fenomenale. 2 vetë u vranë për një fjallë. Ata u vranë, u varrasën, iken, e fjalla, ajo jeton. Bravo, dhe të kite e vërtet. Shumë e vërtet. Mirë po, a e di kush është dilema më e madhe për ditë të nxehtë ashtë? Për shembull. Tek njerëzit është, edhe veçanërisht tek shqiptarët është, kush me shku në deti më përpara, a reja vira? Po a? Po, që është dilema vitit? Ajo nuk është e vitit, ajo është Hamletione, kjo ka qenë luftë përjetshme. Pse nime, pro? Pse nime, është. Qysh mja bo që me qu këtë mirë në me zveti? A nuk ka aty zgjidhje. Pse? Nuk ka zgjidhje me qu mirë me zveti. Sepse kundërshtit japin rezultate pozitive. Pozit e opozit. Është menja njerit 2 sfera ndame. Njëna është pozit, njëna opozit. është e pa kundërshtit. Kush është pozit këtë rast? Urna? Pozit? Pozit e që ka ma i forti. Dhe më vjera? Njoni po. E shpesher vjera, sidomos në kohën e fundit, sidomos gjenerata Coca-Colës mas lufte, runa zët. Po dhe? Sepse ka ma shumë raste, seriozisht dhimbshme, në mënyrën më të rëndë të mundshme që e kanë keshpërdor, sidomos rrejat dhe djemt që kanë mërgim. Për mërgimin të këmë thonë një herë të bëjmë një emision të veçantë, për arsye se këto 25 vjetë, e unë mërgimin e kam përjetu, se jem edhe pensionist i jashtëm, që 25 vjetë nuk kemi bo për mërgjimtarët kush gjë. A kemi bo për ta shkolla, a kemi bo regjistrim, a di kush sa fëmijë shqiptarë ka në Evropë, a di kush farë nevoja shkanë ata të shkretë, sa kanë vujtje, kanë pasë, sa traumat e luftës, traumat e mërgjimit, traumat e adaptimit, traumat e integrimit, a di sa kiametit i kanë. E sa cilën punë, cilën veprim, cilën hap Kosova kish mujt me bo pa ta, pa ndimin e tyne, pa përkushtimin e tyne. Ata, pikrisht e nolit është realizua, kur thot, në Moski frigë se ke djemë në Amerikë. Shkoni shini për shembull rrugën e New Yorkut ku janë restoranët shqiptare në New York. Me regjistrimet shqip, mos me dish shqip në atë rrugë të jetë pa bukë. Kretë regjistrimet e makinave shqip, kretë regjistrimet e lokaleve shqip, kretë shërbimi shqip. Aty mos me dish shqip nuk me gjetë. Pykjet. Dhe se cili prej tyre, deri te ata që janë të veçantë si Musa Snajperisti Koshorët, Dorë të gjitje për të e përshëndesme. E kena pos para do emisione. Njeri që ka dhonë kërë që ka pos Amerike, ka shiti, ka dhonë, ka ardhë me luftu në Koshare, edhe se jetë brrë. Pyk. Pyk pra. Me ta pyk për një pyk. Pa absolut, jetë pyk për një pyk, se pyk e vetë e ka cilë po pyk. Sa dim na për talentet e fëmijëve në mërgjim. Sa i kemi angazhuat a këtu. Veç kemi këshirë sa pare për në qojnë. Sa për mujë mi shfridzu. Sa vota di për. Kjo është mas e vërtet. Do të me pas një farë karari, se shteti për i ban 18 vjetë, që ose 18 vjetë një shtet, e ke kaliu kohën e adoleshencës, ke maturu, dhe Bashkia Europiane nuk thot që jetë ignorant e i primitiv. Ka kuha mu martu me kriju familje. Ti e shtet, 18 vjetë me 17 shkurt, i bojnë 18 vjetë shtetë. Ja, 18 vjetë shtetë, me vendime fëmijaqe. Halo me lypore? Ja, këtu dikush e libri shëplak, unë nuk kam folë për këte, edhe s'kam dash me shku në emisionin asjerë,
deri sa t'i bën 18 shteti, sepse na kanë shoh, na kanë fyë, na kanë ofendu, s'kanë lënë gjë pa thonë armiqtë tonë për ne. Krejt si s'kanë qenë të vërteta. E tash flasim edhe na kundër e t'i thimi se jemi të këqij, jemi kështu. A pa shabesën jemi. Pa shabesën ka do pjesë që me të vërtet meritojnë. E ato punë do të më mri edukimi përmes dënimeve që i bën shteti. Tash është, në falë një moment. Po, problem. Se tash kur shteti i bën 18, fillon rindërtimi katastral, që eliminon gjitha hajnit e tokave e mosmarrëveshjet për pronësi. Tash në 32 komunat e Kosovës veç ka filluar me 1 qershor, rindërtimi katastral, tash eliminohen ato. Po s'ka përmet Vishgrandi, bro. Afërsisht Vishgrandi ka me me të pronari i vërtet, e të pronari i shpifur i mashtrus. Kjo forma që edukon shteti popullatën, sepse mos me pas edukim, mos me pas inspekcion, edhe Gjermante këshin hangër shtetin për 6 muaj. Po, vallaj. Ty bes kështë pagu, kush tatime, gjithë këshim shef tatimet, po shteti ka për detyrë, shteti demokratik, me mbledh taksën për me investu, me bon infrastrukturën qytetarit, me letu jetën. E vërtet. Unë shpesh thamë që na shqiptarët jena qash popull interesant sa që edhe fjallë të urta i kena bo në razë. Ako fjallë të urta ala mo? Mosi, ja. Është një ekonomist, Isak Adigjes, babën e ti e kanë strehue dhe familje varfër e Shkodrës, e kanë ruemin Dr. Selmani. Adigjes i ka linë në Shkup, e tash është në Amerikë, është ekonomisti më i mirë, një prej më të mirëve në botë, këshilltari disa qeverive në Evropë, e ka shkruar librin Ekonomia e detajeve, e cikrimeve. Edhe fillon me fjalën e urë shqipe, njëherë e ka bon shqip, e ka dhënë falë për shqiptarë, se ma kanë respektu babën, e u bon një dokumentar i jashtëzakonshëm për Dr. Selmonin, edhe atë libër e fillon me fjalën shqipe këte. Shqiptarët thonë, me pruën me kërë në shpi, e me shkep me luga fiton. Bravo. Luga fiton. Nëse kush e morë vesh, bravo. Ai që ka morë vesh, ai e kryo familjen, ka ekonomi familjare, ka harmoni familjare, ai e për para, ai nuk ka nevoj me lypë. Ai veç e ndihmon shtetin, se nuk lypë shteti kur gjë. Edhe që të e në shtyllat që e majnë shtetin. Që të familjet e ndërtumë, për shemë dhe e firma sa e bukur e vllazërit e bashkumë. Shumë e mirë, po, e vërtet. Po kur jemi të vllazërit e bashkumë, para se me dojë se e kjellë një projekt fantastik që jeni të bo, thalë pak ma herët për ushtimin, kena me dojë të kesë qështyre, për shpejt thash, ta rrugë me një temë për kumbin genetikisht, sa jemi të posër genetikisht që kam?